Ndajnë vetëm pak orë nga fillimi i Big Brother VIP Albania dhe janë zbuluar dhe 2 opinionistët. Bëhet fjalë për Arber Hajdarin, i cili konfirmohet edhe një herë si opinionisti Big Brother VIP Albania, dhe kemi një prurje të re, është Monika Kryemadhi, politikane, tashmë një personazh i njohur në Shqipëri. Për të folur për këtë dhe disa detaj të tjera lidhur me nisjen e këtij sezoni të Big Brother, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Një mbrëma, faleminderit juve sa ish për ftesën. Klevis, ç'mund ta thoni për këtë dyshe Arber Hajdari Monika Kryemadhi? E pritshme pak a shumë, siç kemi përmendur dhe kemi dëgjuar më parë si emër Monika Kryemadhin. Të them të drejtën, mua më shokoi sepse nuk e prisja që ajo të pranonte të ishte në një spektakël të tillë, pas shumë problemeve politike që ajo ka pas në emrin e saj. Çfarë do lloj gjë që flitet në ndaj emrit të saj, por gjë që më pëlqen shumë. Kjo tregon se si vjet Big Brother ka marrë tepër seriozisht edhe me emra shumë të fuqishëm, duke nisur nga opinionistët gjithashtu. Arbri, siç e kemi thënë dhe gjithmonë, nuk i ndahet pozicionit e tij. Tashme Arbri ishte i ditur për rolin e tij edhe këtë sezon. Kështu që mua më pëlqen shumë si dyshe dhe shpresoj t'ja dalin ban edhe këtë edicion. Çfarë ka sy do i kemi gjithë Monika. Po, çfarë ka Monika Kryemadhi si karakter ndryshe nga Arber Hajdari dhe çfarë ka Arbri që ndoshta se ka Monika? Pra si e plotësoj njëri tjetrin këta dy? Shiko, Monikën nuk është se kemi parë ndonjëherë në një rol të tillë, gjithmonë e kemi parë në parlamente, në për intervista politike. Personalisht unë ana ime nuk është se kam një figurë të qartë se si mund të jetë, por e di që është një karakter shumë i fortë, është shumë e lexuar edhe besoj se Monika do jetë pak më spontane se Arber Hajdari dhe do i marrë çik gjërat pak më serioze, me seriozisht se ç'merr Arber Hajdari që kam thënë edhe herë të tjera. Klevis, sa i përket banorëve të Big Brother VIP Albania, kemi parë disa klipe që faqja Top Channel ka hedhur në Instagram. A mund zbulojmë diçka më shumë nga këto klipe për kë banor bëhet fjalë? Po, kemi parë që gjatë ditës dje Top Channel ka publikuar 2 prej klipeve, 2 prej banorëve, duke lënë disa kureshtje. Do filloj me klipin e parë që kanë hedhur një gocë, të cilës i tregojnë mimika si tip thonjët, pjesët poshtme dhe flokët e tej. Unë sipas këtyre pikave që Big Brother na ka lejuar të shohim, kam shpreh mendimin tim që ajo mund të jetë Selin Bollati si një banore e këtij edicioni, ashtu siç e kemi përmendur edhe tek lista jonë e banorëve të mundshëm që do jenë në këtë edicion. Gjithashtu pas këtij klipit ka hedhur një personazh tjetër, mashkull, gjithashtu bëhet fjalë për mendimin tim për këngëtarin Miri West Side Family, që duke qartë, duke lexuar te komentet, ka parë dhe mendimet e publikut, të cilët të gjithë dyshojnë tek ky personazh. Sot gjithashtu kemi parë një video të tretë, femër, me pak imazhe, duke treguar sërish thonje dhe pak stil veshje, pak kemi dyshuar tek flokët katrore dhe unë besoj se tek ai klip bëhet fjalë për këngëtaren Lore. Sa i përket banorëve të tjerë, kemi ndonjë informacion më shumë se kush mund të jetë, paktën ndonjë banor që nuk njihet dhe ndoshta presim shumë që ky banor të jap në këtë Big Brother? Po, kam 2 emra për të dhënë të sigurt sot, që do i shohim pas pak orësh të shfaqen në ekranin e Top Channelit. Duke marrë parasysh që Big Brother është një format që zhvillohet brenda Top Channelit dhe është një nga televizionet më të mëdha në Shqipëri, edhe logoja më e madhe në Shqipëri, merr të gjithë, domethënë të njohurit që janë të shërmuar si imazhe, ndërkohë i merr edhe i promovon.
Ndërtoi i promovuar në emisionet e Top Channelit ka qenë dhe Artan Kola, sidomos tek Wake Up-i. Kjo do të thotë shumë dhe kam burime të sigurta që edhe Artan Kola do të jetë pjesë i këtij edicioni sot. Artan Kola është një këngëtar i njohur, për ata që se njohin. Gjithashtu do flas edhe për një banor i cili nuk është përmend më parë, si nga ne, gjithashtu edhe nga portalet ose nga mediat shqiptare. Bëhet fjalë për një banor me mbiemrin Fishta, vjen nga Shkodra, është një analist dhe gazetar sporti. Fishta nuk është shumë i njohur në publikun shqiptar, për arsye se ka jetuar gjithë kohës jashtë. Vjen nga një strej gjatë gjithë, vjen nga një strej e thjeshtë, është një nga figurat më pak të njohura si VIP në Shqipëri, kështu që njerëzit duhet ta kuptojnë vërtet se çfarë ndryshimi ka një personazh i thjeshtë dhe atyre që punojnë në ekran. Dua të shtoj që e di dhe kam rastisur të takoj vetë personalisht zotin Fishta dhe është vërtet një tip shumë humoristik edhe i premton shumë këtij formati për t'i dhënë diçka më ndryshe se ç'kemi parë deri sot. Sa i përket, po themi, risisë së këtij edicioni, si e kemi, pra do futen gjithë banorët që mbrëmjen e parë, çfarë risish kemi, pra kemi ndonjë zbulim më shumë lidhur me këtë natë të parë të Big Brotherit të Prime? Shiko, sipas deklaratave që ka dhënë dhe vetë Ledion Liçun për mini intervistat e tina për emisionet Top Channel, do ketë gjëra që do ndodhin për herë të parë në Big Brother, plot ngjyra. Nuk e dim saktë se sa banor mund të hyjnë sot dhe a do të kemi banor në javën e vazhdim, po besoj se do mbetet e njëjta lojë, siç është bërë dhe vitet më parë, që zakonisht futen disa banor në fillim në ditën e parë të Big Brotherit, por gjithashtu gjatë kohës qëndrimit të tyre shohim që hyjnë banor ditën ditë. Kështu që nuk është se kemi diçka specifike për të folur ose kemi një shifër të saktë që të thënë që sot do hyjnë 20 banor edhe 10 tjerë do hyjnë 2 javë më tej. Si që bëhet vjetë, se vjetë e dinim pak a shumë se sa do hynin edhe që do hynin dhe banor që nuk ishin VIP më tej, ishte thurë një lojë tillë. Si vjetë nuk kemi informacion të tillë. Dhe siç kemi parë, Big Brotheri si vjetë është shumë i pakapshëm, nuk kapet, domethënë është. Nuk arrin ta kuptojmë. Çfarë presim nga ky edicion? Unë e kam thënë dhe vazhdoj të ta them. Do presim shumë surpriza siç na ka thënë, por do jetë vërtet një Big Brother ndryshe nga ato që kemi parë 2 vjetet e fundit dhe shpresoj të mos na zhgënjejnë. Klevis, shihemi për pak pasi të filloj Big Brother, ne dokumentojmë çdo pjesë të Big Brotherit, kështu që shihemi për pak sapo të kemi dhe fillimin e Prime-it dhe pjesën e parë të Prime-it. Shumë faleminderit, shihemi sërish.